Na nxitemi që ta kërkojmë më të mirën. Më të mirën. Madje edhe Zoti i Madhreshëm na siguron Kur'an që ata të cilët veprojnë mirë, besojnë drejt, kanë pikpamje të sakta, atyre do t'ju dhurojmë një jetë të mirë. Atyre do t'ju ngjallim, do t'ju dhurojmë një jetë të mirë. Edhe një pjesë për shembull tash në kohën që po jetojmë. Për shembull na jemi agjërimi. A nuk është agjërimi për jetë më të mirë, për shëndet? Domthon absolutisht krejt detyrat fetare, benefiti primari i tyre është formimin ose rregullimin e jetës. Një jetë sa më të mirë. Nëse shëndeti është, si më thon, njëra prej kushteve themelore të një jete të mirë, këtë shëndet e synojnë gjitha detyrat fetare. Se më duket që ngathrojnë konceptin e thjeshtësisë me mungesën e begatisë ose mos me tingëllu shumë radikal me asketizmin. Absolutisht edhe është një ngatrim i madh, sepse në principin e besimit tonë edhe nëse tash se në këto situata është mirë mi marr, si me thonë, tekstet në kuptimin general, se nëse i shput tekstet, për njëna tjetrës ato dhonë si kuptime, si me thonë, ansore dhe nuk janë boll, dhe me thonë, nuk kryojnë atë vizionin e qartë. Në principin e fesë tonë, nëse këshyrë si tërsi është, gjitha të mira që ne ka dhuru Zoti i Madhreshëm, nëse ato nuk reflektojnë dy gjëra negative, ato janë të mira dhe, si me thonë, duhet maksimalisht edhe më kënaqë, edhe më shfrytzu edhe, do me thonë, me jetu me to pa asnjë problem. Ndërkaq, nëse ato i krijojnë dy probleme, ato tani shndrohen në probleme dhe fillon tani feja, si me thonë, me sugjeru që ato kanë filluar më bo problem. Numër 1, nëse krejt mirat e Zotit fillojnë me të shkëput prej relacioneve tua me Zotin, që ti tu kënash me të mirat, do me thonë, e ka harru Zotin, i ka harru vlerat, i ka harru. Ish përfill detyrat. Në këtë rast, vinë citatet të cilat e zhvlerësojnë të miren. Tash do me pas kujdes, do me thonë, zhvlerësimi të mirave është për shkak se ato të mirat kanë bërë me harru burimin e të mirave, krijuesin, Zotin e Madheshëm. Edhe ky është rasti i parë, dhe rasti i dytë është nëse të mirat e kësaj bote të bëjnë ty të harrosh ose të besosh se gjithçka përfundon me këtë botë, dhe do me thonë hiq dorë prej përjetësisë, hiq dorë për besimit botën tjetër, hiq dorë prej përpjekjes që këto të mira duhesh me i menaxhu me pikpamjet e botë e përjetësisë. Atëherë këto të mira munden më kesh përdorë dhe, si me thonë, me pas tani edhe monopol edhe, do me thonë, me të mirat e Zotit faktikisht me bot dam në tokë.